Nata e verës solli një marrëveshje binjakëzimi për Bashkinë e Belshit, të drejtuar nga kryetari Arif Tafani, me komunën e Lugos në Itali, të drejtuar nga zonja Elena Zanoni. Ceremonia u zhvillua në prani të shumë përfaqësuesve të dy institucioneve, pikërisht në Dumrea Ecopark. Në këtë aktivitet dy drejtuesit nënshkruan kartën e miqësisë si një dhuratë mes dy popujve. Belshi tashmë përfaqësohet jo vetëm në guida turistike të Shqipërisë, por prej vitesh edhe në arenën ndërkombëtare, duke u vlerësuar me disa tituj si qyteti i bukurisë natyrore. Dy përfaqësuesit firmosën marrëveshjen e binjakëzimit dhe shtrënguan duart mes tyre në intonimin e himneve kombëtare të dy vendeve. Bukuria e liçeneve të zonës u përmend si dëshmi e lidhjes e miqësisë mes dy popujve, Shqipërisë dhe Italisë. Pjesë e këtij aktiviteti ishte dhe deputeti i zonës. Më pas, aktiviteti vijoi në sallën pranë parkut, ku drejtuesja e komunës së Lugos, e shoqëruar nga zoti Tafani, ndoshin nga afër në një ekran gjigant pamjet dhe bukuritë e veçanta të kësaj bashkie. Nën projektorin e vendosur u shfaqën pamje nga 84 liçenet e Dumres, brezaret dhe plantacionet e ollinjve, të cilat i kanë dhënë kësaj zone një pasuri të veçantë natyrore. Atmosfera u shoqërua dhe me muzikë nga dy muzikantë, ku tingujt e violinës përcjellin simbolikisht notat e miqësisë mes dy popujve. Kjo natë vijoi me një koncert madhështor për festën e natës së verës, ku ishin të ftuar këngëtarë të njohur, qytetarë të shumtë, të cilët festuan deri në orët e vona të natës.